çfarë ndodh me romancën pas disa vitesh, Marcel? Pyetja është shumë e rëndësishme edhe në fakt le të fokusohemi tek ato gjëra të që nduke janë tërësisht të vogla, por janë shumë të rëndësishme sepse kanë ndryshuar komplet sfondin e marrëdhënies një çifti. Për shembull, përse mesazhi në telefon. Më parë ishte zemra, si po të shkon dita, a u lodhë shpirti im, mezi po pres të vish, më mungon, mezi po pres të të shoh. Ndërsa tani është uj buk qumësht, nuk fut as folje, nuk fut as emrin atë, po Një listë thjesht ftohtë. jep thjesht një listë, tamam një listë e ftohtë, një spaç martesor, do ta quaja. Nuk ka as zemër në të pak një zemër atë, apo një smiley face, as të lutem, as mundesh, as për shembull, a mundesh ta bësh të gjë? Po. Ose as faleminderit në fund. Normalisht me çfarë na kanë parë syt deri tani me që kemi dëgjuar të paktën. Se ne vet. Po jo, ne po flasim për tjerët, jo për ne, se ne jemi shumë mirë. Marrëdhënia transformohet ndër vite dhe kalon nëpër faza të ndryshme. Është shumë pak realiste të mendosh për flutrat në stomak, ashtu siç theti, apo